Vëlla im dha pa egoizm veshkën e tij për mua, duke e quajtur një akt dashurie. Dhe për muaj me radh, ai ndjej krenar për atë që kishte bërë. Por diçka ndryshoi, diçka për të cilën ai refuzonte të fliste. Ngrohtësia e tij u zhduk, dhe një ditë ai më shikoi me një dhimbje që unë nuk mund ta kuptoja dhe tha: "Do të doja të mos e kisha bërë kurrë." Pak kohë më pas, e vërteta tronditës e doli në dritë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Me njëherë pas operacionit, vëlla im Evan shkëlqente nga krenaria, shpesh duke bërë shaka. Tani jemi të lidhur për jetë motër. Ndërsa prekte anën e tij, energjia e tij ishte infektuese dhe unë isha e mbingarkuar me mirënjohje. Ai më vizitonte çdo ditë, gjithmonë me atë buzëqeshjen e madhe dhe të palëkundur. Disa muaj më vonë, fillova të vëreja një ndryshim te Evan. Sytë e tij, dikur të shëndritshëm, ishin zbehur dhe shpesh duke i humbur në mendime. Kur e pyesja nëse ishte mirë, ai ofronte një buzëqeshje të dobët dhe ndryshonte shpejt temën. Ishte sikur të shikoja diellin të zhdukej. Nuk mund të kuptoja çfarë kishte shkaktuar këtë ndryshim, por ishte dhimbshme të shija atë kaq të ndryshëm nga vëllai i gjallë që njihja. Evan filloi të kthehej në shtëpi më vonë se zakonisht dhe unë nuk mund të mos e pyesja se çfarë po e mbante jashtë. Rria zgjuar duke shpresuar të kisha një moment për të folur, por ai hynte, gjithmonë duke i raskapitur. "Përsëri mbledhje vonë?" e pyesja but, duke u përpjekur të mos e shtyja, por ai vetë pohonte me kokë dhe linte më njan. Përgjigjet e tij të vagullta dhe shmangëse vetëm sa e thelluan shqetësimin tim dhe unë e gjeta veten gjithnjë më të dëshpëruar për të kuptuar çfarë kishte ndryshuar për të. E pyesja vazhdimisht çfarë nuk shkonte, por çdo herë Eva në hidhte poshtë sikur të mos ishte asgjë. "Ja mirë, mos u shqetëso", thoshte me një gjysmë buzëqeshje që kur nuk arrinte te sytë e tij. Por unë nuk isha e bindur. Sa më shumë ai shmangej, aq më shumë rritej shqetësimi im. Një natë hyra teksa Evan ishte i zhytur në një telefonat. Zëri i tij ishte i ulët dhe i nxituar. Në momentin që hyra, ai mbylli telefonin papritur dhe një shkëlqim nervoz i kaloi në sy. "Kush ishte?" e pyeta duke përpjekur ta mbaja tonin të rastësishëm. "Vetëm puna", u përgjigj shpejt, duke zhvendosur bisedën. Reagimi i tij nuk më dukej i drejtë dhe aura e fshehtësisë rreth tij më la të shqetësuar. Për herë të parë, ndjesha vërtet e përjashtuar dhe e shkëputur nga ai. Të isha e përjashtuar nga Evan ishte një ndjenjë e çuditshme dhe dhimbshme. Ai kishte qenë gjithmonë i besuari im, duke ndarë çdo detaj të jetës së tij me mua. Por tani, sikur kishte ndërtuar një mur të pakdukshëm mes nesh. Ndjesha sikur po shikoja nga jashtë, e lënë jashtë dhe shkëputur. Më mungonin ditët kur mund të flisnim për çdo gjë pa hezitim. Të mos dija çfarë po ndodhte vërtet me vëllain tim, më bënte të ndihesha izoluar dhe e vetme. Për të larguar mendje nga sjellja e çuditshme e Evan, kontaktova Sarën, shoqen time të ngushtë prej kohësh. "Dëshiron të rrim bashk?" i shkrova. "Patjetër, le të takohemi", u përgjigj ajo si gjithmonë e gjallë. Të qenit me Sarën ndjej pamundim, si të vishin një palë xhinse të preferuara të konsumuara. Bëm një shëtitje në park duke qeshur me kujtime të vjetra dhe për pak kohë harrova peshën që mbaja nga shtëpia. Gjatë një darke të ngrohtë me Sarën, më në fund u hapa dhe i tregova gjithçka. "Evan është ndryshe tani", thash shqetësisht duke ngrënë sallatën time. "Është i largët." Fytyra e Sarës u bë shqetësuar, ndërsa më inkurajonte të vazhdoja të flisja. Ndava se si Evan duke se po largohej, duke me lënë të shqetësuar për lidhjen që kishim dikur. E urrej të ndihem kaq e shkëputur nga ai, sikur po hamënsoj, pranova, duke ndjerë një valetësimi ndërsa ajo pohoi me kokën në mirë kuptim. Ndjesha mirë që më në fund ndava peshën që kisha mbajtur e vetme. "Ndoshta ka nevojë vetëm për hapësirë", sugjeroi Sara, gjithmonë zëri arsyes. "Djem të bëhen të çuditshëm ndonjëherë, jepi pak kohë." Fjalët e saj kishin kuptim, por shqetësimi mbeti si një hije pa dëshiruar. E vendosa të kapërceja distancën, ftova Evanin për një kafe. Pas një pauze të shkurtër, ai pranoi dhe unë u kapa pas asaj shkëndije të vogël shprese. U takuam në kafenen ton të preferuar, atë të mbushur me të qeshura nga ditët më të mira. Kur e pyeta se si po kalonte,
Ai murmëriti diçka për të qenë i zënë. Çdo pyetje që bëja merrte përgjigje të vagullta dhe shmangje të qeta. Diçka nuk shkon, Evan, e shtyva but. Vetëm puna, tha ai pa emocione. Heshtja mes nesh u bë rënd, një kujtese sa larg ishim larguar. U largova duke mos ndjer asnjë afrim për të kuptuar çfarë nuk shkonte. Ndërsa u ndam, Evan më dha një buzëqeshje të sforcuar dhe murmuriti: "Kujdes, motër." Duke e parë të largohej, u mbingarkova nga shqetësimi dhe pafuqia. Të nesërmen pyeta mami dhe babi nëse kishin vënë diçka të çuditshme. Ata shkëmbyen shikime të shqetësuara përpara se mamaja të pranonte. Ai duket i tensionuar, sugjeroi babai se mund të ishte stresi pas operacionit. I duhet vetëm kohë, tha ai, megjithse vetullat i të rrudhura tradhtonin dyshimin. Babai propozoi një darkë familjare për të ngritur humorin e Ivan. Është e rëndësishme që ai të di se i tha ai. Vendosëm të gatuajmë pjatat e tij të preferuara, duke shpresuar që ngrohtësia dhe familjariteti mund ta inkurajonin të hapet. Në darkë, megjithatë, Evan ishte i largët. Ai mezi preku ushqimin dhe jepte përgjigje të shkurtra. "Si po shkon puna?" pyeti mamaja but. "Mirë," u përgjigja ai me syt poshtë. I rrethuar nga familja, ai ende duke i vetëm. Buzëqeshja e tij e lodhur nuk arrinte te syt. Gjatë darkës, telefoni i Evan zhurmonte vazhdimisht. Çdo dridhje i merrte vëmendjen. "Gjithçka në rregull?" pyeta. "Po, vetëm gjëra të punës," tha ai shpejt duke hedhur një vështrim në ekran. E vendosur të zbuloja çfarë mundonte, vendosa ta ndiqja pas darkës, duke shpresuar të kuptoja më në fund çfarë po ndodhte. Të nesërmen në mëngjes dola fshehurazi ndërsa Evan u nis nga shtëpia, duke qëndruar mjaft larg për të mos u vënë re. Evan voziti nëpër qytet, duke hedhur shpesh vështrime në pasqyrën e pasme, sikur të ndjente dikë pas tij. Më në fund ai ndaloi pranë një ndërtese të thjeshtë gri. E pash të nxitonte brenda, duke u kthyer sikur po ndiqej nga më shumë se vetëm unë. Prisja në makinë, me zemrën që rrinte fort, duke vështruar fasadën e pajet dhe duke pyetur veten se çfarë mund të kishte brenda. Kur më në fund doli, drita nga perëndimi i diellit zbuloi një burrë që dukej kritësisht i raskapitur. Supet e tij ishin të varura dhe sytë e tij dukeshin të humbur. Një pasdite zhurma e njohur e kutisë së postës më tërhoqi vëmendjen, duke pritur faturat e zakonshme, gjeta në vend të tyre një zarf të çuditshëm të adresuar për Evan, pa adresë kthimi, i shkruar me një shkrim të panjohur. Kurioziteti u zgjua ndërsa vendosa zarfin në banak, duke ndjerë sikur sapo kisha hasur në copën e parë të një enigme të re që mund të shpjegonte ndryshimin e tij të papritur. Kur Evan pa letrën, fytyra e tij u zbardh, e rrëmbeu atë duke mërmëritur: "Po vetëm një letër?" Megjithse duart e tij që dridheshin e tradhtonin, reagimi i tij më shqetësoi thellë. Diçka nuk shkonte, por heshtja e tij më mbante në errësirë, duke më lënë të shqetësuar për atë që përmbante letra. Pastaj erdhi përparimi. Marku shfaq një mbrëmje me fytyrë të zbetë për të vendosur. "Duhet ta shohësh këtë," tha ai duke më treguar një dokument të lidhur me llogaritë e qytetit të Evan. Ai zbuloi se dikush e kishte ndjekur atë, duke zhurmuar lëvizjet e tij, duke monitoruar aktivitetin e tij. Zbulimi se Evan po ndiqej la një nyje të ftohtë në stomakun tim. Nuk mund të ndaloja se imagjinuar atë, të pavetëdijshëm se po vëzhgohej, i bllokuar në diçka shumë më të madhe se sa kishim imagjinuar. "Duhet të veprojmë shpejt," i thash Markut, duke kuptuar se çdo sekond kishte rëndësi, ndërsa zhyteshim më thellë në këtë rrjet rreziku. Mark paraqiti provat butësisht, duke shpresuar që ndershmëria do të thyente heshtjen e tij. "Duhet të na thuash çfarë po ndodh," e nxiti ai. Për një moment të gjatë, Eva nuk tha asgjë. Tensionet ishin aq të mëdha sa mund të mbyteshin. Pastaj, si një dikë që më në fund shpërthen, ai pshërëtiu dhe filloi të fliste. "Është thjesht shumë," rrefeu ai me syt plotëdimje. Vite me frikra të fshehura dolën në një rrjedh të shpejt. "Nuk isha ndërmend që të dilte kaq shpejt jashtë kontrollit," tha ai me zë të dritur. Roja e zakonshme në sytë e tij u zhduk, e zëvendësuar nga një cërnueshmëri e hapur. Mendova se mund ta përballoj vetë. Në këtë çast, kuptimi më goditi. Ai kishte qenë duke luftuar me diçka të madhe dhe të frikshme, krejtësisht i vetëm. Frika i kaloi në fytyrë ndërsa vazhdoi. "Në fillim nuk e kuptoja çfarë po ndodhte," përshpëriti ai. "Mendova se ishte thjesht një operacion rutinë, por zëri i tij u ndal, i pritur në frikë." Ai kishte hasur në një skenë të errët rreth dhurimit të veshkës së tij,
diçka shumë më të ligë se sa ndonjëherë nga ne mund të kishte imagjinuar. Misioni ynë u bë i qartë, të ndihmonim Ivan të mbijetonte nga ky mangët. Çfarë do të duhej? Ata e përdorën si mbulesë, pranoi Ivan me zërin e thyer. Dikush kishte shfrytëzuar bujarinë e tij për diçka kriminale. Të dëgjoja këtë më bëri të ndjesha keq. Frika e tij nuk ishte paranoj, ishte mbijetesë. Pastaj erdhi zbulimi që goditi më fort. Nuk të thash, tha i but, sepse nuk doja të vija në rrezik. Më në fund kuptova. Fshitësia e tij nuk ishte qenë egoiste, por mbrojtëse. Ai kishte qenë duke na mbrojtur nga një rrezik që ai vetëm e kuptonte. Ky kuptim më mbushi me dhimbje dhe vendosmëri të ashpër. Do ta kalojmë këtë së bashku, i premtova duke i marrë dorën. Më nuk do të ketë sekrete. Ivan pohoi me kokë, me një lehtësim të lehtë që i kaloi në fytyrë. Për herë të parë pash përsëri vëllain tim, jo të huaj në tërhequr që ishte bërë. Shërimi do të merrte kohë, por besimi do kthehej tull pas tulle të brisht. Me fokus të ri, filluam të planifikonin hapat tanë të ardhshëm. Duhet të nxjerrim nga kjo në mënyrë të sigurt dhe brenda ligjit, thash. Së bashku hartuam një strategji, duke ditur se rruga përpara ishte e pasigurt. Hapi ynë i ardhshëm ishte i qartë, të përfshinim autoritetet. Ndërsa hetimi filloi, siguria e familjes sonë u bë prioriteti ynë kryesor. Duhet të mbajmë të gjithë të mbrojtur, i kujtoja vetes çdo ditë. Shtëpia ndihej tensionuar por e bashkuar, secili prej nesh duke ruajtur tjetrin. Pavarësisht nga rreziku, kishte forcë në lidhjen tonë. Besimi në rritje i Evanit e oficierët që na udhëzonin solli shpresë të re. Ata janë anën tonë, tha ai një mbrëmje me dritë sigurie që i ndiste syt. Gradualisht kaosi filloi të qetësohej. Autoritetet shmontuan rrjetin që e kishin futur në kurth dhe paqja filloi të kthehej në jetën tonë. Një mbrëmje Evan tha qetësisht: "Kemi bërë një rrugë të gjatë." Zëri tim mbante si lodhje ashtu dhe mirënjohje. Çikat e mbetura pas ishin dëshmi e gjithçkaje që kishim dhuruar, por dhe e qëndrueshmërisë sonë. Së bashku kishim përballuar frikën, mashtrimin dhe humbjen dhe dolëm më të fortë. Familja jonë qëndronte më afër se kurrë. Makthimi në fund ishte pas nesh. Qetësia që pasoi nuk ishte vetëm lehtësim, ishte paqja e fituar me mund që vjen vetëm pasi mbijeton stuhia.